Dashi, sot do jeni me humor shumë të mirë dhe askush asgjë nuk do t'ju pengojë të bëni ato që dëshironi. Nëse keni një lidhje, mund të dërgoni mesazhe të koduara por mjaft seksuale atij që keni në krah. Pasioni në disa momente do të jetë i papërmbajtshëm. Edhe për ju beqarët do favorizohen takimet interesante, kështu që duhet të përfitoni sa më shumë nëse doni të ndryshoni statusin. Në punë, të gjitha përpjekjet e bëra do të kompensohen. Mund t'ju ofrohet një pozicion i ri më i favorshëm dhe një shpërblim i majm me të cilin do zgjidhni problemet financiare. Demi, sot do jeni shumë të paqëndrueshëm në mendime dhe nuk do jeni plotësisht të bindur për hapat që do hidhni. Ju që keni një lidhje nuk do dini si ta bëni partnerin për vete, por ai në fakt do t'ju surprizojë pafund. Në disa momente do t'ju duket sikur nuk po realisht përjetoni asgjë dhe thjesht jeni në ëndër. Ju beqarët mos investoni shumë nga vetja vetëm për ta ndryshuar statusin, sepse mundësitë e sotme nuk do të jenë të përkryera. Në punë mos ju besoni verbërisht kolegëve, sepse ata mund t'ju tërheqin drejt gabimeve me pasoja të rënda. Financat do dini si t'i organizoni dhe nuk do keni probleme. Binjakët, në shumë fusha do ndodhen gjëra pozitive sot dhe do ndjeni më të plotësuar. Nëse keni një lidhje, do t'i jepni prioritet çasteve intime dhe mund të merrni edhe vendime. Rreth mesditës mund t'ju bëhet edhe një propozim nga partneri që mirë është të mos e refuzoni. Keqkuptime nuk do të ketë mes ju të dyve. Ju beqarëve do t'ju ndodhin gjëra të ëndërruara në kohën dhe në vendin e duhur. Një etapë e re ka për të filluar që sot. Në punë merrni gjërat sa më shtruar dhe mos u nxitoni, pasi vetëm ashtu do arrini atje ku doni për një kohë të shkurtër. Financat nuk do të jenë të këqija, megjithatë tregoni pak më të kujdesshëm me shpenzimet. Nga Forja, Hëna do jetë planeti më ndikues në jetën tuaj sot. Do jeni plot energji, magnetizëm dhe karizëm. Ju që jeni në një lidhje, nuk do doni të ndaleni për asnjë moment nga partneri, sepse ai ju fal gjithë dashurinë dhe ndjenjat që keni ëndërruar. Gjithsesi duhet të mendoni se në jetë ka edhe angazhime të tjera dhe duhet ta lini pak më të lirë atë që keni në krah. Ju beqarët merrni kohën e nevojshme për të menduar, sepse po thatë përgjigje sa për të mos prishur qefe do vuani e do i bëni edhe të tjerët të vuajnë. Në punë do ndjeni më të zotët se më parë dhe asgjë nuk do t'ju duket e vështirë. Edhe financat do mbeten të kënaqshme. Luani, sot do përqendroheni më shumë tek sektori i financave që është problematik dhe nuk do t'i kushtoni rëndësi të madhe gjërave të tjera. Nëse keni një lidhje, gjërat do të jenë të qeta, por nuk do përjetoni emocionet e forta. Sigurisht që po nuk zat as nuk do merrni. Reflektoni sa pa qenë vonë, sepse nuk do të ketë më kthim prapa. Ju beqarët do prisni që dashuria t'ju bjerë nga qielli dhe ky do të jetë gabimi më i madh. Po qëndruat në një vend, nuk do fitoni asgjë. Në punë fatmirësisht kolegë dhe miq nuk do t'ju lënë në baltë, sepse vetë nuk do të jeni shumë të përqendruar dhe nuk do dini çfarë hapash të hidhni më parë. Virgjëresha, ka rrezik që sot të doni të jeni shefa kudo dhe do preferoni të jepni urdhra. Në fakt jo të gjithëve do t'ju pëlqejë kjo gjë dhe mund të hasni përplasje. Nëse keni një lidhje, nuk do i pranoni lehtësisht gabimet tuaja dhe do kërkoni gjatë gjithë kohës ta kritikoni partnerin. Mos e teproni nëse nuk doni që marrëdhënia mes jush të marrë atë pjetën. Ju beqarët nuk do keni asnjë lloj dëshire për të bërë ndryshime në jetën tuaj dhe do preferoni të mos qëndroni as në ambiente me shumë njerëz të rinj. Në punë tregoni diplomat sa të mundeni, sepse përndryshe nuk do arrini ato që doni. Financat do të jenë disi delikate, por jo alarmante. Peshorja, sot nuk do të jeni shumë të sinqertë me ata që ju rrethojnë dhe kjo do të krijojë probleme të njëpasnjëshme. Nëse keni një lidhje, dëgjojini me kujdes ato që do t'ju thotë partneri dhe mos e gënjeni për gjëra të rëndësishme. Mbajini edhe premtimet që keni bërë nëse nuk doni debate. Nëse jeni beqar, fal Venusit do lidhni kontakte të reja dhe dikush do t'ju pëlqejë jashtëzakonisht. Në punë nuk do t'ju pëlqejë shumë puna në grup, por ja që vetëm kështu mund të arrini sa më parë rezultatet e planifikuara. Me shpenzimet do jeni të pamatur dhe gjatë gjithë kohës do shpenzoni pa bërë llogari. Akrepi, sot do ndjeni të pasigurt dhe të shqetësuar për gjithçka. Bëni të pamundurën për të menduar disi më pozitivisht dhe keni për ta parë që më mirë do t'ju ecin gjërat.
Nëse keni një lidhje, sot do gjeni ngrohtësi në ndërruar në krahët e partnerit dhe do e kuptoni se sa shumë e doni dhe sa shumë ju do. Ju beqarët ende nuk do arrini të gjeni personin që ju përshtatet në çdo pikë dhe do keni frikë të tentoni të hidhni hapa. Në punë do hezitoni të hidhni hapa sepse nuk do të jeni shumë të bindur. Dëgjojini me kujdes sugjerimet e kolegëve më të vjetër. Financat do të kenë ndryshim nga një ditë më parë. Shigjetari. Sot do I qartësoni disa situata dhe kjo do bëjë që të ndjeni më të qetë. Nëse keni një lidhje, her pas here gjendja mund të tensionohet, përsërish me durim të tolerancë do arrini të rivendosni ekuilibrin. Në fakt, të dyja palët keni gabimet tuaja. Nëse jeni ende beqar, merrni gjërat shtruar dhe mos kërkoni me ngulm të ndryshoni lidhje. Kur gjërat nuk janë të shkruara, nuk mund të prisni të pamundurat. Për punën do të jetë një ditë reflektime dhe marrje vendimesh të rëndësishme. Do t'i keni idetë shumë të qarta në kokë dhe nuk do gaboni. Buxheti nuk do të jetë aq I keq sa e kishit menduar. Bricjapi. Çfarë kreativiteti që do të keni gjatë kësaj dite? Nuk do t'ju rishtin mendimet dhe idetë interesante në çdo fushë dhe do keni vetëm dodhi pozitive. Nëse jeni në një lidhje, do e bëni partnerin të ndihet aq mirë sa që do t'i harroj edhe kritikat që kishte për t'ju bërë. Mbrëmja pastaj do të jetë fantastike. Ju beqarët do ndjeni në harmoni të plot me të gjithë dhe do adhuroni flirtet me të gjithë. Në këtë mënyrë do ndjeni të përmbushur. Në punë, në momentin që më pak do e prisni, do merrni përgjigje pozitive për kërkesat që keni bërë. Edhe financat mund të rriten fal një shpërblimi që do merrni nga një punë e kryer më parë. Ujori. Nervozizmi do të jetë armiku juaj më I madh gjatë kësaj dite. Nëse arrini ta menaxhoni atë, do arrini çdo gjë që dëshironi dhe do t'ju hapen që të gjitha dyert. Nëse keni një lidhje, mos lejoni asnjë person që me gënjeshtra e mashtrimet ju aprish harmoninë mes jush dhe partnerit. Kur të jeni vetëm të dy, dashurohuni pa u kushtëzuar as pak. Ju beqarëve nuk do t'ju mungojnë rastet për njohje të reja. Po I shfrytzuat, mund të simpatizoni me një herë dikë. Në punë mos pranoni çdo gjë që do t'ju propozohet. Nëse jeni të bindur për aftësitë që keni, mund të bëni zgjedhjet më të mira. Shpenzimet nuk do arrini dot t'i ndalni dhe gjendja financiare mund të bëhet delikate. Peshqit. Idealizmi dhe rebelizmi do t'ju sjellin probleme sot në jetën tuaj. Marrëdhënia me partnerin ka për të qenë për herë e tensionuar dhe delikate. Nuk do përkujdeseni aq sa duhet për të dhe lënja pasdore do I dhëmbë mjaft atij. Reflektoni dhe ndryshoni sa pa qenë vonë. Ju beqarët pranoni të dilni në përmbrëmje apo në mjedise të tjera me shumë njerëz, por bëni kujdes me gjestet dhe me fjalët që do thoni. Në punë mos bëni asgjë me inat dhe me sforcim sepse gjithçka do t'ju shkojë në të kundërt të asaj që dëshironi. Financat fal mbështetjes së disa të afërmve do të mbeten të kënaqshme.